pyetjet e mia, po tash po ta jap ty. Unë sa e qele apetitin tash fillimi ke pak më i zërshëm derisa unë nisa. I kam dhënë do pyetje edhe 5 pyetje me instruksione kështu. Edhe para është pak më e lehtë, më e kollajshme. Okej. Hajde. Më do të më lexu ka pak për me i majt mend. Keni shkruar dramë, një dramë spaku, keni shkruar prozë, letërsi artistike, pra vepra të ndryshme, eseistike, të natyrës, me tema politike, pra keni shkruar poezi në herë dhe ja keni menduar me shkruar poezi? Jo, nuk kam shkruajt poezi, kam pas provu si çdo kush që provon në gjimnaz, edhe kam pa që jam shumë larg poezisë. Më ka pëlqy poezia haiku, edhe strukturimi i tillë edhe domethënë mënyra e shprehjes, por me qenë se tërë jetën e kam kalu në gazetari, në shkrim prozaik, atëherë lehtësia me të cilën e bëj gjithmonë më tërheq këndej. Ma shumë. Pyetja e dytë, a ka ndonjë statuj apo monument që beson se i mungon Prishtinës? E në njëjtën kohë a ka ndonjë statuj apo monument që beson që është vendosur por që nuk e ka vendin në Prishtinë? Unë mendoj se cilësia e monumenteve është jashtëzakonisht e dobët. Estetike, i vetmi monument është ky për gratë, përballë Por Ramizit, që është mendoj është ka shprehje të plot estetike. Unë mendoj se në përgjithësi vendosja e monumenteve ka tregu mungesë vizioni. Në mungesë vizionit atëherë është zhvillohet gara. Gara është garë e rrëfimit të kontrollit të territorit. Do të thonë, momentin kur ti e vendos një monument, ti e kontrollon pak a shumë atë territor me rrëfimin tënd. Vjen keq që nuk kemi pas një vizion për shembull për respektimin e luftëtarit të UÇK-s, jo të një personi apo personi tjetër, por të luftëtarit i cili ose të luftëtarës e cila është nisë në një luftë krejtësisht të pabarabartë për të tregu përfundimisht vullnetin e një populli i cili në fund duhet edhe me pushk në krah me luftu për lirinë. Në vend të këtyre ne kemi për fat keq monumente jo të mira, edhe mos shkojmë deri te ai i presidentit Clinton i cili është një hajgar, cirkus. Pyetja e tretë, ekziston një barcolet që tregohet për Rambujen, ku thuhet që Hashim Thaçit është ofru një projekt për një film të Hollywoodit, ku ai do të ishte ose aktor ose filmi do të bazojë në jetën e tij. Megjithatë, ky epizod që qarkullon si barcolet përmendet në spaku në 2 libra që kam lexuar tash sfundit të Blerim Shalës për Rambujen, por edhe në librin e Madeleine Albright. Si epizod shkon kështu, mandej pyetja vazhdon për ty. Momenti i fundit kur nënshkruhet deklarata sipas cilës delegacioni i Kosovës zotohet që e pranon parim marrëveshjen e Rambujes, por me kush që ajo të diskutohet e negocohet me popullin në Kosovë. Ju keni insistu, ose Blerim Shala, ose ju dytë bashkë që Hashim Thaçi të largohet prej aty sepse prezenca e tij veç ka kriju komplikime për faktin që s'ju ka dhënë hapësirë me kry fjalinë, sepse ka insistuar me ide të reja, ka pas hezitime, ka pas dilema, pra ka sjell fjali të reja e diçka tjetër dhe keni skenu një situatë ku dikush e ka ftu Thaçin, ka thonë po thirr James Rubin, edhe mandej Thaçi është largu prej dhomës, ku keni qenë të përfundu deklaratën, pra a ka pas diçka të kësaj natyre, ngjarja konfirmohet, por ideja e projektit filmik apo është barcolet?
Jo, nuk është Barcelet. Tash ngjarja është shumë e thjeshtë. Unë kam propozuar në fund të konferencës dhe ky ka qenë, ka qenë para dështimit plot dhe Kosova ka qenë para dështimit plot, atë propozova që atë formulim që Kosova e pranon, por i nevojitet kohë mu konsultu etj, po me atë ne bllokonim ndryshimin e matejm të marrëveshjes, ajo mbetej si e tillë. Ndërkohë tha që ishte kundër kësaj marrëveshje dhe ka qenë duke prish edhe konferencën edhe tërë idenë që qëndronte parapasaj. Atëherë nëse mbaj mend mirë, atëherë Jim O'Brien i thot Hashimit po thret Rubini, ky kishte respekt për Rubinin sepse e kishte pa në televizor. Ma shpesh, si njeri i shtypit, edhe Rubini i thot që kam një mik në Hollywood i cili shkruan skenare dhe do t'ishte mirë që të merresh. Ai ja merrte kohën e kishte kohë për të marrë rrëfime, por është vërtet që i ka thonë se ndoshta do t'ishte mirë ta bëjmë një film për UÇK-n edhe unë do t'insistoj te skenaristi që roli tjetë aty ashtu. Por, Hashimi u kthy në konferencë, nuk është se... Po, e qartë. Po veç ju e përfunduat, mande? E përfunduam edhe në pranitë të tij, atëherë kur duaj me... E përkthy se kjo anekdotë vazhdon prapë masonej me një tjetër, kur duaj me përkthy në anglisht, atëherë ose nga anglishtja në shqipe, atëherë Hashimi përpiqej të fuste fjalit të tjera, ose krejt ishte dakordum me delegacione e tjera. E atëherë një 2-3 diplomatë amerikan bën bllokim basketbollit edhe nuk e lejonin t'i afroj kompjuterit. Okej. Këtë se pas kemi dëgjuar. Pyetja e katërt,